Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka pezulluar punimet për gryerjen e tokave të fshatit Mifol. Sipas informacioneve, firma e cila po gryente tokat e fshatit Mifol nuk ka qenë e pajisur me leje mjedisore. Për këtë arsye, IKMT ka vendosur pezullimin dhe gjop për firmën, ndërkohë që institucionet janë duke u marrë me rastin në fjalë. IKMT ka ndërhyrë duke pezulluar punimet për gryerjen e tokave në fshatin Mifol pas konstatimit të shkeljeve ligjore. Sipas informacioneve, subjekti që po kryente punimet nuk ka qenë i pajisur me leje mjedisore, dokumenti domosdoshëm për ndërhyrje të tilla në territor. Për këtë arsye, Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka urdhëruar ndërprerjen e menjëhershme të aktivitetit, si dhe ka vendosur masë administrative me gjop ndaj firmës përgjegjëse. Burimet bëjnë me dije se aktualisht institucionet përkatëse janë duke ndjekur procedurat për verifikimin e plotë të rastit, përfshirë dokumentacionin teknik dhe ligjor të subjektit, si dhe mënyrën se si është lejuar nisja e punimeve në terren. Nuk përjashtohet mundësia që hetimi administrativ të zgjerohet edhe në institucione të tjera, nëse konstatohet mungesë kontrolli apo shkelje të tjera procedurale. Paralelisht me ndërhyrjen e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, banorët të fshatit Mifol kanë denoncuar situatën në Blu Televizion 2 ditë më parë, duke shprehur shqetësim për marrjen e dherave nga tokat e zonës. Sipas tyre, punimet janë kryer pas një njoftim paraprak dhe pa u zhvilluar asnjë konsultim me komunitetin lokal. Banorët theksojnë se në zonë nuk ka as tabela informuese për punimet, çka sipas tyre rrit dyshimet mbi ligjshmërinë e ndërhyrjes. Ata pretendojnë se sasia e udhëtimar është e konsiderueshme dhe dyshojnë se materiali po përdoret për interesat punimeve që lidhen me ndërtimin e aeroportit të Akërnis. Banorët kërkojnë transparencë të plotë nga institucionet shtetërore dhe sqarime zyrtare mbi arsyetë e ndërhyrjes, subjektin që po kryente punimet dhe destinacionin e materialit të nxjerr. Ata gjithashtu kërkojnë që çdo veprim i mëtejshëm në territorin e fshatit të bëhet vetëm në përputhje me ligjin dhe me informimin e komunitetit. Ndërkohë pritet që në vijim të procedurave administrative të përcaktohen përgjegjësitë konkrete dhe të qartësohet nëse punimet do të lejohen të rifillojnë pas plotësimit të dokumentacionit përkatës apo nëse do të merren masa të tjera ndëshkuese ndaj subjektit.